Mëngjesi sot mund të jetë pareshje në zonat caktuar dhe kryesisht në zonat qendrore, por shumë shpejt do të ketë rreshje në të gjithë territorin shqiptar. Madje sot presim rrebesha fat shkurtra, rrebeshe kryesisht fillimisht në zonat perëndimore dhe më pas gradualisht edhe në zonat qendrore dhe drejt lindjes. Do të kemi rrebeshe kryesisht gjatë orëve të mesditës dhe pak pasdite dhe më pas sonte në mbrëmje gjatë natës dhe gjatë gjithë fundjavës, por edhe fillimin e javës tjetër kemi prezencë rreshjeve, detajet e motit ne i kemi gjatë në prezantimin ton të dytë, por rreshtet do të jenë prezente. Moti vjon të jetë i paqëndrueshëm. Sot kemi rrebesha fat shkurtra, ndërsa 2-3 ditë të tjera rreshje të pakta, më pas sërish rrebeshe. Çfarë do të ndodh në këtë 24 orësh? Gjatë natës ka patur prezencë rreshjeve, rreshje krejt të pakta, edhe sot e njëjta situatë, presim rrebeshe gjatë mesditës dhe pasditës. Dëbora është shfaqur dhe do të jetë prezente në mbi 1200 metra lartësi nga niveli i detit. Presim të paktën 20 cm dëbor në zonat malore, në zonat e thella malore, në veri dhe veri perëndim të territorit shqiptar. Era do të fryjë nga jug, perëndimi do të jetë një erë e cila do të jetë kryesisht mesatare, rrallëherë fort. Nuk ka sinjale për problematika apo për situata kritike të motit, përjashtuar ato momentet ku intensitetit e rreshjeve do të jenë relativisht të larta, do thosha, por do të jenë fatmirësisht afat shkurtra.